Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi tayyibin tahirin wa sahbihi al-muntajibin wa ala al-jami' al-anbiya illahi wal mursalin. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit, falënderimet më të sinqerta janë për Allahun e madhruar. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi profetin Muhammad, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut të madhruar. Të dashur vëllezër dhe motra, ju përshëndes të gjithëve me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, bekimet, mirësitë dhe mëshira e Allahut qofshin mbi ju. Për sot do të flasim rreth temës 4 shenja që e dallojnë një shoqëri aktive nga jo aktive. Në ajetin 165 të surës An'am, Allahu i madhruar thot: Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa alladhi ja'alakum khala'ifa al-ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatin liyabluwakum fima ataakum. Inna rabbaka sari'ul 'iqabi wa innahu laghafurur rahim. Ai, Allahu pra, ju ka bërë pasardhës të njëri tjetrit në tokë dhe ka ngritur në shkallë disa nga ju mbi të tjerët për t'ju provuar në atë që ju ka dhënë. Sigurisht që Zoti yt është i shpejt në dënim, por në të vërtetë ai është edhe falës dhe mëshirëplot. Ndoshta nuk mund ta kuptojmë thellësinë e jetës njerëzore për shkak të komplekseve të shumta që gjenden në të. Mirëpo, ne përpiqemi ta kuptojmë atë përmes disa shenjave. Dhe këto shenja na bëjnë që të kuptojmë se vallë shoqëria ku ne jetojmë a është aktive apo jo aktive. Feja e pastër islame dëshiron që shoqëria njerëzore të jetë sa më aktive, të mos jetë e përgjumur, as e plogësht. Gjithmonë të jetë aktive, të jetë vepruese, normalisht gjithmonë për mirë dhe larg të këqijave. Janë 4 shenja që na sqarojnë se shoqëria është aktive apo jo aktive. Shenja e parë është vetdia dhe lëvizshmëria. Sa më shumë që rritet vetdia e një shoqërie dhe fryma e lëvizjes dhe e përpjekjes në të, aq më afër është ajo pra me krijuesin, po ashtu ajo është pra një shoqëri e gjallë, një shoqëri aktive. Dhe sa më pak vetdije dhe ndërgjegjësim të ketë pra shoqëria, dhe sa më shumë të shuhet në të fryma e lëvizjes, aq më afër është ajo shoqëri me vdekjen. Ky është një kriter i rëndësishëm për të dalluar atë që është në përputhje me Islamin dhe atë që nuk është në përputhje pra me Islamin. Islami është fe e jetës, e përparimit, e vetdijes, dhe nuk është as pak në përputhje me vdekjen, përgjumjen dhe ignorancën e shoqërisë. Por, nëse e shikojmë realitetin e sotëm, do të shohim se
respektohen më shumë ata që nuk lëvizin, ata që qëndrojnë në vend. Më shumë se sa ata që lëvizin, se sa ata që veprojnë. Kjo është një shenjë e rënjes së shoqërisë dhe e shkuarjes së saj drejt vdekjes. Pra shenja e parë që na tregon që shoqëria është aktive, është vetdia dhe lëvizshmëria. Shenja e dytë është lidhja dhe solidariteti. Sa më shumë të jetë e gjallë fryma e jetës në një shoqëri, aq më e fortë është lidhja dhe solidariteti në mesin e anëtarëve të asaj shoqërie. Nëse kjo lidhje dobësohet, atëherë shoqëria shkon drejt shuarjes, drejt vdekjes. Pra është një shoqëri jo aktive. Shoqëria islame reale është një shoqëri e gjallë për shkak të bashkëpunimit dhe të përkrahjes që gjendet në mesin e anëtarëve të saj. Sepse ata zbatojnë thënien e Allahut të madhëruar në ajetin 2 të surës Maide, ku thuhet: "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwani wattaqullaha innallaha shadidul 'iqab." Bashkëpunoni me njëri tjetrin në punë të mira dhe në të ruajturit nga të këqijat, pra bashkëpunoni me devotshmëri. Dhe jo në gjunahe dhe armiqësi. Friksojeni Allahut, sepse ai për Allahut dënon ashp. Pra, shoqëria islame bazohet për në këtë thënie të Allahut të madhëruar, në bashkëpunim dhe në solidaritet në mesin e tyre. Profeti Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe i familjen e tij, ka thënë: shembulli i besimtarëve në dashurinë dhe mëshirën që kanë për njëri tjetrin është si shembulli i trupit. Kur një pjesë e tij, pra e trupit, lëndohet, pjesët e tjera e ndjen dhimbjen me pajumësi dhe ethe. Pra, kjo nuk është vetëm një ndjeshmëri, por një mobilizim i përgjithshëm i gjithë trupit për të përballuar rrezikun që i kanoset një pjesë e tillë. E tillë duhet të jetë për edhe shoqëria islame apo njerëzore. Ndërkohë sot, fatkeqësisht, shoqëria islame ka hyrë në gjumin e pavetdijes dhe është e përçarë nga konfliktet dhe grindjet e brendshme, të cilat i shfrytëzojnë armiqtë e islamit. Është fatkeqësi e madhe që në këto ditë ne e shikojmë shoqërinë islame aktive, duke sharë njëri tjetrin, duke ofenduar njëri tjetrin, duke luftuar njëri tjetrin, duke kundërshtuar njëri tjetrin. Dhe kjo është një fatkeqësi mjaft e madhe. Aty ku ka ndarje, përçarje, aty fillon edhe vdekja e shoqërisë. Ne e humbëm Andolezin, një pjesë e çmuar e botës islame. Pastaj e humbëm Palestinën, që është kibla e parë për Aksan, kibla e parë e jonë. Dhe nuk ka pasur asnjë reagim të vërtet nga muslimanët ashtu siç duhet. Gjë që tregon mungesë jete në pjesën tjetër të trupit të ummetit islam. Dhe shkaku
është pra përfshirja në konflikt të brendshëm dhe në sektarizëm. Ndërkohë që Allahu i madhruar në ajetin 59 të surës Nisa na thot: Ja ayyuhalladhina amanu atiu Allah wa atiu ar-rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wal rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khayrun wa ahsanu ta'wila. O ju që keni besuar, binduni Allahut, binduni të dërguarit dhe atyre që drejtojnë punët tuaja. Nëse nuk pajtoheni në ndonjë gjë, drejtohuni Allahut dhe të dërguarit. Nëse besoni Allahun dhe ditën e Kiametit. Kjo për ju është më e mira dhe shpjegimi më i bukur. Pra ky ajet i fton muslimanët besimtarët që të lënë me një anë konfliktet, mosmarrveshjet. Nëse ka mospajtime, kthehuni tek Allahu dhe tek i dërguari. Nëse besoni në Allahun dhe në botën tjetër. Allahu ne na urdhëron që të jemi aktiv në rrugën e tij. Të jemi aktiv duke ndaluar të këqijat dhe jo të jemi aktiv ndaj njëri tjetrit apo kundra njëri tjetrit. Dhe në ajetin 46 të surës Anfal, përsëri Allahu i madhruar na thot: Wa atiu Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhab rihukum wasbiru inna Allaha ma'as sabirin. Bindjuni Allahut dhe të dërguarit të tij dhe mos u grindni ndërmjet jush, sepse do të humbisni guximin e do t'ju lërë fuqia. Bëhuni të durueshëm, se Allahu me të vërtet është me të durueshmit. A nuk na ka lënë fuqia sot për arsye të konflikteve të brendshme? A nuk jemi dobësuar për arsye të përçarjeve? Për arsye se ne jemi aktiv kundër njëri tjetrit, duke sharë njëri tjetrin, duke ofenduar njëri tjetrin? Ne akoma nuk kemi zgjidhur fatkeqësisht se kush do të hyjë në xhennet, do të hyjë pra suniti apo shiiti në xhennet. Dhe kjo është një fatkeqësi e madhe. Akuzon njëri tjetrin, përbuzon njëri tjetrin, nënvlerëson njëri tjetrin. Ndërkohë që profeti Muhammed sallallahu alaihi wa alihi na thot mos nënvlerësoni askën për muslimanëve, sepse ai është i madh tek Allahu. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wa alihi ka thënë: kush e dëgjon një musliman duke thirrur o musliman dhe nuk i përgjigjet, ai nuk është musliman. Shumë e rrezikshme kjo thënie e profetit tonë të dashur. Vëllezërit musliman të rrasin këto ditë për në Gaza, o musliman, por fatkeqësisht nuk po gjen atë përgjigjen që duan. Vallë, me çfarë fytyre ne do të dalim para Allahut nesër, para të dërguarit të Allahut? Si mund të shpresojmë në shefaatin e profetit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi, ndërkohë që ne nuk e zbatojmë sunetin e tij në këtë jetë? Atëherë këtu lind pyetja, të gjithë ne të pyesim njëri tjetrin: vallë, sunetin e kujt ndjekim ne muslimanët sot? Nëse nuk i përgjigjemi vëllezërve tanë, nëse ne luftojmë njëri tjetrin, nëse ne shajmë njëri tjetrin, sunetin e kujt ndjekim? Kjo do të thotë që shoqëria jonë, shoqëria islame është drejt vdekjes, sepse ne po ham njëri tjetrin. Është drejt zhdukjes. Mos e dhanë të malli Zot. Shenja e 4 që dallon shoqërinë aktive nga ajo jo aktive është nderimi i dietarëve dhe i personaliteteve mendore.
nderimi i dietarëve dhe i mendimtarëve aktiv, të cilët sakrifikuan dhe kontribuan në edukimin e shoqërisë me metoda e rrugë të ndryshme, me shkrime, me ligjërime, me porosi, me këshilla e të tjerë. Është një shenjë e jetës në një shoqëri. Tregon që kjo shoqëri është aktive. Dietarët janë pishtarët ndriçues të shoqërisë. Ata janë trashëgimtarët e profetëve, që trashëguan për tyre misionin e shenjtë të udhëzimit, të edukimit të njerëzve dhe udhërofimin e tyre në rrugën e Allahut fuqiplot, e cila është rruga e vërtetë dhe rruga e shpëtimit, si në këtë jetë ashtu edhe në jetën tjetër. Dietarët tanë të mëdhenj, edhe pse në kushte mjaft të vështira në kohën e tyre, ata kanë lënë gjurmë të mëdha. Për tyre, pra, kemi fjalë është edhe teologu, komentuesi, patrioti, Hafiz Ibrahim Dalliu, i cili na ka lënë një trashëgimi mjaft të vyer. Dhe ai është komentimi i Kuranit me titull Ajka e kuptimeve të Kuranit Kerimit, të cilën fondacioni i Kuranit e ka ribotuar dhe e transmeton në RTV-n online drita e Kuranit, ka ditur çdo ditë, pjesë në formë video. Këtë libër madhështor. Po ashtu nuk harrojmë pa përmendë edhe kontributin e hafizave, komentuesve, teologëve, dietarëve, baballarëve, shehlerëve, të cilët pra ata u përpoqën, sakrifikuan, udhëzuan dhe për këtë inshallah Allahu i mëshiroft dhe i shpërblet. Po ashtu mund përmendim edhe dietarin e madh, eruditin Sayyid Muhammad Hussein Tabatabai, shembulli i devotshmërisë dhe i mendimit të thellë islam. Ai është autor i veprës madhështore El Mizan, komentimi i Kuranit, i cili është një interpretim nga më të mirë që ekziston sot në mesin e muslimanëve. Ai jetonte me dhimbje dhe brenga të umetit islam. Ai ndihmoi për çështjen e Palestinës duke mbledhur ndihma financiare. Emri i tij i ka kaluar qoftë kufit e Iranit apo të botës islame. Mendimet e tij i studiojnë edhe dietarët jo musliman fali dhe i vlerësojnë dijen dhe pozitën e tij. Shenja e katërt është për lidhje me historinë revolucionare. Shoqëria e gjallë dhe aktive lidhet me historinë e saj të lavdishme dhe me njerëzit, pa dëshmorët që e kanë shkruar historinë e shoqërisë me gjakun e tyre të ndritur e të bekuar. Ajo shoqëri që nuk i harron dëshmorët e saj, ajo kur nuk i nënshtrohet të padrejtëve dhe as padrejtësisë. Prandaj, imamët e Ehli Bejtit, paqja qoftë mbi ta, gjithmonë e përsërisnin një frazë ku thonin sikur të ishin me ju që të fitonin një fitore të madhe. E kishin qëllimit për të qenë me Imam Husejnin dhe me dëshmorët e Kerbelas që të fitonin pra një fitore të madhe. Për kujtimi i dëshmorëve nga shoqëria e tyre është shenjë jete dhe aktive për shoqërinë. Sa do të thonë se është edhe shprehje çdo ditë është Ashura dhe çdo tokë është Kerbela. Kjo na tregon që gjithmonë ta kujtojmë mbretin e dëshmorë Imam Husejnin dhe dëshmorët të cilët dhanë jetën e tyre për vatanin, për lirinë, për fenë
Pra t'i nderojmë dhe t'i kujtojmë gjithmonë. Ta kujtojmë Imam Husejnin gjithmonë, jo se ishte thjesht nipi i profetit Muhammed, por sepse ai e vaditi pemën e Islamit me gjakun e tij të pastër. Me qëllim që brezat pas tij të gëzojnë mirësitë e kësaj feje dhe të ecin në rrugën e saj. Po ashtu, kjo shprehje na tregon, na mëson gjithmonë që të jemi kundërshtues të padrejtësisë. Ajo shoqëri që i kujton të mëdhejt e saj, s'ka dyshim që ajo është një shoqëri aktive dhe asnjëherë nuk plagështohet, as nuk përgjumet, as nuk vdes. Dietarët janë simbolet e Allahut dhe përkujtimi i tyre tregon devotshmërinë e zemrave, siç thot Allahu i madhruar në ajetin 32 të surës Hajj: "Dhalika wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwa al-qulub." Po thot, kështu është, kush madhëron shenjat, simbolet e fesë Allahut, tregon për kushtim të zemrës së tij. Këto janë 4 shenja që e dallojnë shoqërinë aktive nga jo aktive. E lut Allahun që të na zgjojë nga gjumi i thellë i pavetdijes dhe ish kujdesjes. E lut Allahun që të na largojë nga porçarja, konflikti dhe kundërvënia ndaj njëri tjetrit. Të jemi të vëmendshëm gjithmonë në jetën tonë dhe ta njohim më së miri se kush është miku dhe armiku i ynë. Mirëpo, kjo nuk arrihet vetvetiu, por arrihet me vepër dhe me përpjekje. Shoqëria është aktive kur anëtarët e saj janë aktiv. Dhe në mbyllje, Allahu i madhruar në ajetin 11 të surës Ra'd thot: "Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allahu nuk e ndryshon gjendjen e një populli derisa ata të ndryshojnë që kanë në vetvete. Pra ndryshimi fillon tek të gjithë ne. Të gjithë ne duhet të jemi të vetëdijshëm, të kujdesshëm, duhet të jemi aktiv, por jo kundër njëri tjetrit. Të jemi aktiv për të urdhëruar në të mirë dhe për të ndaluar nga e keqja. Të jemi aktiv për të thirrur njerëzit në rrugën e Allahut, në rrugën e paqes, në rrugën e dashurisë, në rrugën e mirësisë. Allahu na fal, na mëshiroft të gjithëve. Allahu ju ruajt ju dhe familjet tuaja kudo që t'jeni inshallah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, bekimet, mirësi dhe mëshira Allahut qofshin mbi ju.